Luis Enrique, goditja e madhe e Barcelonës në 2027. Barcelona është e kënaqur me Hansi Flick, por kontrata e tij s'ka dalë në 2027 dhe klubi duhet të përgatitet për epokën pas tij. Nëse Flick largohet, Barça do të jetë nën presion për të gjetur një emër që mund të vazhdojë trashëgiminë e tij dhe të mbajë skuadrën në nivelin më të lartë. Luis Enrique është kandidati kryesor. Ish trajneri blaugrana shkëlqeu në Camp Nou mes 2014 dhe 2017 dhe fitoi titull madhështor, duke krijuar një epokë të artë. Suksesi i tij me Paris Saint-Germain ishte historik, titulli i parë në Ligën e Kampionëve dhe një kontratë deri në 2027, por raportimet thonë se ai mund të rikthehet te Barcelona pas përfundimit të marrëveshjes. Gazetari Daniel Riolo thotë se Enrique është 100% Barça dhe po mendon seriozisht rikthimin në Camp Nou, duke i hapur derën një kapitulli të ri të madh. Nëse Flick largohet verën e 2027-s, rikthimi i Luis Enriques mund të jetë goditja perfekte për të ringritur madhështinë e Barcelonës.